Njerëzit nuk po martohen ndërsa shpenzimet trembin çiftet. Çmimet e larta të një banese, por edhe mundësitë jo të mira ekonomike, si dhe emigracioni vazhdueshëm, i cili ka zvogluar numrin e të rinjve në moshë martese, janë ndër faktorët kryesor. Gjithnjë më shumë të rinj shtyjnë ose shmangin martesën për shkak të pasigurive ekonomike dhe kostos së lartë të jetesës apo avancimit në karrierë. Ulja e martesave automatikisht përkthehet në më pak fëmijë në të ardhmen. Me më pak martesa bie edhe numri i lindjeve. Edhe në rastet kur çiftet bashkëjetojnë pa martesë, studimet tregojnë se ato priren të kenë më pak fëmijë ose të shtyjnë lindjet për më vonë. Ulja e martesave është sinjali më i hershëm demografik se vendi po lëviz drejt një cikli me më pak lindje, popullsi më të vjetër dhe me më pak burime njerëzore për zhvillim ekonomik. Tani është një periudhë shumë e vështirë, sepse pa u futur në politikë, pa u futur në gjitha. Martes, në qoftë se një djalë apo një vajzë do të martohet, e para njerë do stre, do një shtëpi. Me këto çmime që kanë ardhur sot, nuk blen të ketë një shtëpi ai. Një, e dyta, është dhe shekulliri, që do të thotë brezat ndërrojnë, fëmijët kanë shumë shpenzime, kurse, qerdhe, kopësht, gjitha dhe për këtë arsye, po t'i bjesh, pa bërë politik, por me këtë sistem është shumë e vështirë. Shumë e vështirë dhe këtu ngurojnë këta të rinjt që të krijojnë familje. Sepse thoshin të parët tanë, kosovarët kishin njështu, një do e bëj për luftë, një për punë, një për atë, këta sot nuk mendojnë asnjë gjë. Ju kur jeni martuar, çfarë moshe? Unë jam martuar në moshën 26 vjeç dhe baba jam bërë në moshën 27 vjeç. Por ajo kohë ishte ndryshe, që do të thosh në qoftë se një vajzë kalonte mbi 19 apo 20 vjeç të ngeli pa martuar, ose një djalë, kur do e krijoj familjen, kurse tani është karriera, do bëj master, do bëj universitet, do bëj gjitha. Edhe një gjë tjetër, na u tha syri për të parë një fëmijë të vogël, na u tha syri për të parë një nxënës të klasë 3, të 4 apo të 5. Po duhet të martohen moshë madhe. Pse? Pse? Mendja që kanë. Si të martohet moshë madhe, ka për femrën është mosha, për mashkullin. Juve kur jeni martuar çfarë? Unë jam martuar në 76. 26 vjeç. Bëra 3 fëmijë, e mbylla. Po ishte jeta dhe më ndoshta më tani është më vështirë. Ishte jeta me atë kone xhaxhit. Ishte më e lehtë atëherë. Kurse tani ndoshta ngurojnë edhe. Fizallan është jo djalë. Fizallan është. Neve na ngel fëmijët gjithë pa martuar. Sepse janë ngritur shtëpitë kanë vajtur 150.000 a 200.000 euro. Unë dua 6 muaj që t'i numëroj. 200.000 euro 150. Për 2 karamur që t'jap 150.000 euro është mëkat e madhe. Janë fyt fëmijët pa martuar dhe këtu në këtë vend do vinë silanët ta gëzojnë. Nuk ka këtu më jetë. Doni se pa martuar kanë vënë. Fyt se s'ka shtëpi. Nuk blejnë dot shtëpi. S'ka shtëpi as punë. S'ka as punë as shtëpi. Çfarë bëj këtu? Ku do vën? Çe do ai manu se vetë të rrimë me shaman mes pazarit? Andaj këto i shikoni e çoni lart. Shqipëria në dekadën e 3 të tranzicionit po përjeton zhvillime të forta demografike, me emigracion të fortë të rinjve, rënje të lindjeve dhe plakje të shpejtë të popullsisë, ndërkohë vendi nuk ka asnjë plan të qartë se si mund të frenohet përkeqësimi mëtejshëm. Shqipëria është një nga vendet e pakta në Europë që nuk ka paketa ndihme financiare ose mjete lehtësuese për familjet e reja, teksa çmimet e banesave, qerave dhe shërbimeve arsimore janë rritur më shumë se 2 fish gjatë dekadës së fundit. Gjithnjë më shumë të rinj zgjedhin të largohen nga vendi në kërkim të pagave më të mira dhe një ambienti më suportues për familjen dhe të ardhmen e tyre.